Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 30, data 30 janar 2026, duket se është një ditë me rëndësi të veçantë, dita e premte, dita e Afroditës. Por nga ndikimet që kanë të bëjnë, Afrodita në një trekëndësh që bën me Marsin, jep dy mundësi të arta, ato të ekonomike dhe ato të punës, apo dhe një takim i momentit që mund të ndodhë në orën 12. Ndikimi më i madh që duket se kanë shenjat 12 shenjat zodiakale, por ajo që duket më të fituar janë të shenjës së Dashit, shenjat e zjarrit, po Dashi është shumë i fituar sepse duke pasur parasysh edhe kuptimin e asaj çka do të bëj dhe një ofertë shumë e rëndësishme ndodh pikërisht në këtë datë. Por gjithsesi kjo ditë ka dhe mbartë dhe shumë çështje të suksesshme për vazhdimsi. Ajo që duket është nga mbasditja, nëse keni mundësi, ose një telefonat të rëndësishme mund ta bëni, për ju që keni personat juaja jashtë, ose keni për bërë një dokument të nesër, ose për gjëra të kësaj natyre, për një blerje, nuk do ishte keq, është e mundur të realizohet. Pas të fillojmë parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën dhe numrin për katës të blerjes, dhe atëherë shkoni tek sekretaria, atje u hapet pikërisht kjo dritarja këtu, duke dërguar mesazhin dhe më pas duke folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni mesazh në pyetje përgjigje, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Periudha e shenjës së Dashit duket se është një periudhë ku ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë nuk ka diçka për të shqetësuar, sepse duke pasur parasysh edhe punën, por dhe karrierën njëkohësisht, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën e punës dhe në ndikimet që do të keni. Gjithashtu është momenti i duhur mbi takimet të rëndësishme, mbi mundësitë që jepen, por njëkohësisht edhe vendimet që do të keni. Në ndikimin që ka të bëjnë në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm, ka të bëjnë shumë me punën dhe me një ndikim shumë të madh të lëvizjeve që do të keni, por dhe lajme shumë të mira, sepse Dashi, siç e thash në fillim të emisionit, ka dhe mundësi me këndët që bëjnë planetet dhe për juve është shumë favorit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Dëm të dashur, nëse keni pasur probleme ose çështje të rëndësishme, punë, karriere, ndryshime, vendime, mundësi dhe kohën e duhur mbi disa ndryshime, është një moment mjaft i mirë, stabilizues, shumë konkret në lidhje me takime pune, në lidhje me vendimet që do të merrni tani tutje. Kjo periudhë është një periudhë që ka të bëjë shumë me anën e ekonomike financiare, me pozita të rëndësishme që do të keni, por gjithashtu Afrodita, governatori juaj, ka një ndikim shumë të madh dhe me Mërkurin, por njëkohësisht edhe me Marsin, ku do të thotë një gjashtkëndësh, ku jep mundësi për sa i përket dokumentacioneve dhe udhëtime jashtë vendit. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e parave, duket se nga dreka keni një shans shumë të mirë për ju që jeni në pritje të diçka të tillë. Dashuria, duket se me Akrep është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se mënyra dhe mundësia që janë dy gjëra kryesore për sa i përket çështjeve që lidhen me anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështjet që kanë të bëjnë për ju të shenjës së binjakëve, duket se një ortakri është në pritje për një shoqëri ndërtimi ose diçka kësaj natyre, duket se binjak peshk, binjak virgjëresh është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjithçka dëshironi, për të stabilizuar atë të punës, të karrierës, të vendimeve që mund të merrni dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë me shigjetar të dhjetëdhjetit të parë dhe binjak të dhjetëdhjetit të tretë ka ndikime shumë pozitive. Gjithashtu edhe me ujor, pse jo, ka diçka konkrete. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve.
Megaforet duket se jo se ka një përplasje ose ka diçka që nuk shkon, por është momenti dhe koha e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha. Hëna u jep sinjale pozitive, sepse edhe me punën dhe me karrierën dhe me disa ndryshime të vogla që do të keni, por është drejt shkëlqimit të saj, sepse kemi hënën e plotë së shpejti në ndikimin në shenjën e Luan, në shenjë zjarri, por në kombinime dhe ndryshime. Një trekëndësh që bën dielli dhe ndikimi i madh që bën me Jupiterin dhe me një ndikim tjetër që ka bën me Marsit është mundësia më e mirë e mundshme për zgjidhur çështje problematike. Dashuria duket se është me bricap, por edhe me dash nuk shkon pas. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, luanët duket se koordinojnë gjërat dhe koordinatat ku duhet shkojnë dhe çfarë duhet bëjnë. Përgatiten. Është koha e tyre, është momenti më i mirë i mundshëm dhe i suksesshëm. Vendimet që do të merrni do të keni ndryshime në vendbanime, do keni ndryshime në punë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë e ardhë në javën që vjen, edhe pse disa shenja që kanë mundësi shumë të mëdha, por mund të lidhen edhe me çështjet e financave. Në bizneset dhe në karrierë ka gjithçka që shkon mbar, gjithçka që arrihet fal suksesit dhe punës suaj të madhe që e keni me të drejtën tuaj dhe drejtësia do fitoj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me shigjetar dhe me dash duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, meqense virgjëreshat duket se tani për tani janë disa mundësi të arta që kanë një përgatitje ose kanë diçka shumë të madhe, sepse lidhet me punën, lidhet me vendimet të rëndësishme që mund të merren në kohën e duhur, dhe kjo është një ndikim, një pozicionim shumë i mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një takim të rëndësishëm pune dhe vendimesh që do të merrni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore, kanë bëjnë me shigjetarët e ditës parë, por gjithashtu dhe me një takim të rëndësishëm momental që do të keni me dash. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse lidhet dhe me anën ekonomike financiare, por lidhet edhe me gjëra të tjera që juve do të keni dhe keni mundësinë mbi gjithçka juve doni dhe kërkoni, sepse është edhe momenti dhe periudha që ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, një takim me peshk, pse jo, është e mundur, por me dem është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore dasha, duket se dita e sotme, paraditja, është një ditë shumë e mirë, ku rëndësi ka që juve të punës keni edhe momentin e duhur mbi disa zhvillime të rëndësishme ekonomike financiare, disa çështje që kanë bëjnë me anën ekonomike, kanë bëjnë me punën aktuale, kanë bëjnë dhe me disa ndryshime të mëdha që do të keni nga pasditja. Mënyra se si bëni gjërat, mënyra se si juve i rregulloni, është edhe koha e duhur për të stabilizuar anën ekonomike financiare, dhe një diçka shumë e rëndësishme që duket sepse në plan parë e keni dhe mundësinë, por dhe kohën e duhur mbi stabilizimin dhe çështjeve të mëdha që do zgjidhen. Një problem i vogël që keni pasur në çështjet ligjore është e mundme të realizohet. Në çështje shpirtërore, me dash nuk ka vend për të shqetësuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepëve. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët bazohen atë çka është dhe kanë mundësinë dhe rëndësinë për sa përket çështjeve të punës dhe të karrierës. Disa ndryshime që keni miqtemi të dashur të shenjës së akrepit, dhe diçka parë shumë i favorizuar, sepse lidhet me punën, lidhet me karrierën, por dhe i mundësi të artë që ka bën me ujorit dhe diçka të parë. Ndryshime të mëdha, mundësi të arta, që është dhe marrja e vendimit të rëndësishëm, që për juve është diçka shumë interesante, për juve është diçka shumë pozitive. Dhe vendimet që merren në kohën e duhur, një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do të keni ndryshime, do të keni mundësi të arta në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një ndryshim shumë të madh, ku kjo do të thotë punë, kjo do të thotë karrierë, kjo do të thotë vendim dhe ndryshim të madh që do të keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjithçkaje që juve keni, dhe mund të shikoni gjëra që nuk i keni parë ndonjëherë. Kjo është një gëzim shumë i madh për juve dhe një përfitim kolosal për anën ekonomike dhe financat. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanët dhe diçit parë, me dashjet dhe diçit të tretë që është perfektja, pa kujdes me dem, sepse nga dreka mund të keni disa bisedime, këto janë bisedime jo përfundimtare, por janë të mira për juve, sepse lidheni me punën, lidheni me karrierën dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë, do të ndryshojnë në fusha të ndryshme, dhe kjo duket se është mjaft e mbar dhe tepër pozitive për nisma të reja. Në lidhje me një bashkim familjar, duket se është me luan ose jeni jashtë Shqipërisë, do të keni zgjidhje mbi problemet që vë keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve.
Për sa përket shqiptarët të duket se tani këtë periudhë e kanë të tyren dhe duket se gjërat në parim kanë mundësinë, është koha, është ajo çka ndodh, çka ndriçon, çka vepron, por me jasa ka që të rregullohen gjërat të kudo në juve dhe është një mundësi shumë e mirë mbi stabilizimin, konkretizimin e punës, e karrierës, e marrjen vendime të rëndësishme në kohën e dur. Një nga momentet më kyçe që kanë të bëjnë është edhe momenti i artë i financave dhe kjo do të thotë me bisedimet dhe konkretizimet e një lidhjeje serioze, për juve që nuk keni një njohje apo një lidhje, është momenti i duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Peshk është perfektja, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur debate, duket se do t'i zgjidhni. Nga dreka me Virgjëresh ka diçka që ose do keni një punë, një bisedim shumë të rëndësishëm me njëri tjetrin, ose do keni disa gjëra që vërtet është për ndikimin më të madh që ata kanë, sepse disa para për të marrë nga Virgjëresha, por edhe diçka tjetër që juve mund të bëni një blerje, po është mjaft serioze dhe shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Bricjapit. Për sa përket Bricjapëve, meqenëse Bricjapët duket se ende akoma në atë kohën e tyre, në momentin e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime dhe takime shumë të rëndësishme, takime të rëndësishme të veçantë për lidhjen ekonomike financiare, për biznesin dhe për gjërat të tjera që do të diktojnë tani e tutje. Diktimi dhe favorizimi, mundësia dhe gjërat të arta që do të keni është një kohë shumë pozitive, madje është interesante sepse Bricjapët nga njëra anë mundohen shumë për të arritur në finishin e tyre për lidhjen e punës dhe të karrierës, në anën tjetër keni mundësinë e bisedimeve me persona jashtë ambientit tuaj, por dhe me disa persona të jashtëm që do të ndihmojnë në këtë drejtim, sepse është koha dhe momenti më i mirë dhe shumë pozitiv për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në vazhdimsi. Çështje shpirtërore duket se kanë një moment që zgjidhet në lidhje me peshore, në lidhje me dashtë dhe diçka të parë, ku është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme ku do të zgjidhet problemi dhe koha e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët duket se kanë edhe momentin dhe mundësinë tani për tani, duke pasur parasysh një punë të re, duke pasur parasysh disa bisedime që kanë lënë për gjysmë, por kjo nuk i pengon që juve të ecni me hapin e kohës, ashtu siç e keni pasur dhe do ta keni, sepse ky moment është momenti që vërtet juve keni dhe si mundësi, por dhe si rëndësi për jetën, për të ardhmen tuaj. Duket se një ardhme e ndritur mbi takime pune, mbi vendime të rëndësishme, mbi periudhat që ndodhin fenomenet, dhe juve si ujor e keni, sepse dita e sotme është ditë e veçantë e javës, një ditë e veçantë e muajit ku gjërat do të ndryshojnë shumë tek juve, sepse prisni një lajm shumë mirë, atë çështë kantastër është kjo. Diçka që mund të lidhet shumë me punën aktuale, por është diçka që juve do shikoni dhe vetë ku do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën ekonomike financiare, në bisedime, në ndryshime dhe periudhat që ndodhin fenomenet është një nga momentet më të mira dhe më pozitive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet me Luan, nuk diskutohet sepse së shpejti do kemi edhe një ndikim shumë të madh që kjo lidhet me hënën e plot, është momenti dhe koha më e duhura ku juve ndikoheni sepse keni dhe disa gjëra shumë të rëndësishme në anën tuaj ku mundësitë dhe momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit të duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta për sa përket punës, karrierës, vendime, ndryshime të mëdha që vijnë tani e tutje, por gjithashtu është një periudhë ku jo në hije, po gjëra që nuk sjellin dobi ose nuk sjellin gjëra, domethënë që ka të bëjnë me përparësinë ose gjëra të mira të kësaj natyre, duke se juve hiqni dorë një herë mirë dhe ecni përpara. Kjo është diçka dhe e drejtë për juve, se është momenti dhe koha më e mirë e mundshme. Dashuria, duke se me akrep dhe me gafore është idealja me gërmashtypi. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht ndikimit dhe favorizimit të datës 30, data 30 janar 2000. Para se të ndajmë bashkë, unë rrugëtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje ndodh sekretaria dhe mund të zgjidhni çdo lloj pakete
pastaj mund shkoni tek hapësira poshtë atje tek sekretaria, vendosni të dhënat dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të folur bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe doni që të dërgoni mesazh në pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Njëri Pulla, një të premten të mbar ju uroj. Gjithë mirat.